Kemi vetëm një foto, i dërgoj Ledi o tani Gjinish. Një foto, në fakt nuk gjetëm më shumë, sa kaq nuk e di pse. Iftari është bërë, nuk e di se sa ditë ka që është bërë kjo iftar në Prishtinë. Këtë javë. Këtë javë është bërë, se sot ishte në Tiranë. Po, sot kishte bërë kryeminist. Sot ishte bërë Edi Rama në Tiranë, më duket, një iftar. Mund të thuash, dje presidenti Trump shpinë e bardhë. dje bëri Trumpi në shpinë e bardhë. Para një javë mbreti i Britanisë madhe. Po, edhe ai. Bashkuar. Edhe ai, po. Tani, ja, këto janë disa foto. Në fakt rritja e para e... Por jo në kishë, jo në kishë, të janë në përsallat Jo, tjera. të tjera nuk janë në kishë. Në kishë është vetëm kjo foto e parë që do rikthej Ledi prap tani, që është bërë në katedralen e Prishtinës. Apo jo? Gjinish, prandaj do kanë bërë pyetjen iftar në kishë Prishtinës, herezi, haram. Çfarë është kjo histori? Gjinish, unë për të parë idën time, ndoshta nga që nuk jam besimtare dhe nuk kam shumë lidhje me këtë botë, por nuk e mendoja që së thuash eventet tilla fetare të një komuniteti të caktuar mund të bëheshin në vendet e kultit të një komuniteti tjetër. Dhe prandaj them drejtën, doja ta ndaja me ty këtë kuriozitet sonte. Çfarë është kjo histori? Në fakt ti ke drejt Çani, kur e bëre temë bisedës, ne jemi në muajin e Ramazanit, në një muaj pikërisht muaj Ramadan. Dhe do duhet faktikisht që ekranet aq sa do të kishin hapësirë, do trajtonin temat religjioze që i përkasin evenimentit në fjalë, ashtu sikurse kur ndodhin Pashkët, kur ka festa të tjera. Po, siç ju e thatë, ai që ka tërhequr më shumë vëmendje është iftari në kishë. Po pra. Ka patur edhe në Belgjik një iftar në kishë. Kur? Para disa ditësh, edhe në Itali. Po çfarë po ndodh më? Çfarë po ndodh se kjo do të jetë fenomen? Njerëzit që nuk i njohin mirë çështjet religjioze, me siguri që shkojnë tek ideja e herezisë, historia e ndaluarit, blasfemisë apo... Jo, po nuk bën sens pra Gjinish. Ndërkohë që vendet e kultit islamike, myslimane, ekzistojnë, pse duhet bërë në kishë? Do t'ua them. Kjo është pyetja ime. Pyetjen tënde tani mund ta shtrojmë në dy këndvështrime. Ja, shive. Kjo për shumë është, ku është kjo Ledio? Kjo është në Belgjik. Kjo është në Belgjik. Në Belgjik, po. Edhe kjo është shive. Brenda në kishë. Shive, brenda në kishë. E pa të kryqin se ishte atje. Po. Dhe është brenda në kishë. Po, diçka është duke ndodhur, po. Dëvën ka rënë maskat në duket. Se ishte bukur ashtu, të besoni njerëzit ka shumë fe. Se ju... Mirë, ideja që bëhet një pjesë rituale e një besimi tjetër në brenda objektit të krishterë, po themi, duket si blasfemi në... Pse jo? Në pamjet parë, po nuk është blasfemi. Ideja që po ndodhin vitet e vona, nuk ka ndodhur para 20, 30, 40 vite më parë, pastaj shekujt të tërë, jo. Por ne i referohemi vetëm Europës, Çani, sepse në lindje ka ndodhur gjithmonë, tek ortodoksia ka ndodhur gjithmonë. Me pak fjalë, unë do mundohem ta trajtoj në dy pikpamje, siç e thash fillim të herës, dimensioni religjioz dhe dimensioni politik. Para se ma trajtosh teorikisht problemin, praktikisht për ta që na shohin tani, mund të japim një përgjigje të thjeshtë dhe të saktë pse kur ekzistojnë xhamiat duhet të bëhet iftari në një vend të krishterësh. Të kuptova. Këtë mund të japim teknikisht, pastaj më trajto teorikisht në ato dy. E para që të qëndrojmë tek pyetja që kemi hedhur në ekran. A është herezia apo haram? Jo, nuk është as herezia as haram. Pse bëhet atje? Ai nuk bëhet as xhami faktikisht. Domthonë iftari është një periudhë që besimtari është një lloj si kreshma, si koncept praktik, domethënë, ndalon të ushqyerin, ngrënin për një afat kohor, që nga lindja e diellit, para lindjes deri në perëndimin e diellit kaq. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe është i lirë të kryejë gjithë aktivitetin e tij. Shkojnë punë etj etj. Dhe kur vjen koha për të ushqyer, për të hapur, dhe ky është iftari, domethënë për të thënë, ai mund ta hajë në rrugë, mund ta hajë në restorant, mund ta hajë në shtëpi, jo në xhami. Nuk është e thënë domethënë që të hajë, se xhami, do vi aty. Do bëhet asnjë në xhami. Po vi aty. Jo, po hajde direkt sepse qoftë kisha që xhamia janë vende ku kryhen rite. Rite falje. Janë vende lutjesh, bëhen vetëm lutje. Po pra. Pra? Do me thënë, janë raste që ta thash në fillim të herës, sa po kanë filluar në Europën perëndimore. Pse? Sepse do ipe mesazhe, Çani. Do ipe mesazhe. Mesazhi është, tek ajo pjesë që unë thash ka
dimensionin religios dhe dimensionin politik. Dimensioni politik është pikërisht kjo pjesë. Rritja ekstremit majt dhe djathtë në Europë, problemet e mëdhaja me emigracionin, mënyra se si po trajtojnë emigracionin, debatet e mëdhaja që edhe ne këtu në studion tonë kemi trajtuar, a do ndryshoj harta religioze e Europës apo jo, mos harroj që në Francë janë 10% e popullatës musliman. Le gros remplacement, po. Mendohet janë diku te 40 musliman në të gjithë, 40 milion musliman në të gjithë Europën. Kështu që ka mesazhe që do jipen. A shkojmë ta bëjmë, a shkojmë të hamë në kish? Jo, ideja është kjo. Treguar që ne jemi bashkë? Ideja është kjo, domethënë, që religioni ka hapësirat e tolerancës ndaj tjetrit, cili do qoftë tjetri. Dhe ato që po e ngrejnë murin e ndarjes nuk janë bota religjioze, nuk janë priftrit në Europë. Konkretisht se po flasim për Europë, po është politika, është e djatha dhe e majta ekstreme çane. Është populizmi politik në vetvete. Mos më thuaj që këte e bëjnë këta për të përgjigjur ekstremizmave në politikë. Patjetër. Edhe në Kosovë është diçka tjetër, se çdo vend ka mesazhin e vet çani. Kupton? Ndërsa në Europë është diçka tjetër. Pra, përgjigje unë gjenisht, jam I bindur rast të shikuesit që kanë marrë. Ja ta thash, ja ta them tani. Në Europën tonë perëndimore, sepse kur flasim për Europë, është çik më e madhe Europa, është edhe Lindja, është edhe Rusia, është edhe Bielorusia, është edhe Rumania, janë gjithë. Qartë. Ne po flasim për pjesën tonë këtu. Dhe ky është ai eurocentrizmi që ne marrim gjithmonë qendër kur flasim për Europën, vetëm Europën perëndimore. Tani Europa perëndimore ka një problem çani. Ka pas dy skizma shumë dha. Ndarjen brenda llojit me botën ortodokse në 1054 ku vendos. Do të ndërpres pa. Një minutë. Jo, do ta japim. Jo, po unë dua përgjigje. Unë po vite përgjigje. Jo, më ike. Si e do përgjigje? Më ike në teori. Po pse s'më ndjek? Unë jam shumë I thjeshtë. Zotri, nxirr edhe një herë foton e Kosovës, Ledio. Ore zotri. Ky iftar, pra kjo darkë ose ku diun si quhet, se nuk është darkë tamam. Kur bëhet? Çfarë ore bëhet zakonisht? Zakonisht 6:05. Bravo. Darkë herës pra. Sa po perëndon dielli? Sa po perëndon dielli? Para darka. Sa po perëndon dielli? Po, bazitja e vonët. Po. Do merrem vetë me fjalët? Po. Mund të më thuash pse ndërkohë që Trumpi dhe shumë të tjerë e bëjnë nëpër salla të ndryshme, një dikush te Pallati Kongreseve, Ramsi nuk e ka bërë te Pallati Brigadave, nuk e di se ku e bëjnë, pra në një vend neutral që s'është as i krishterëve as i myslimanëve. Pse këtu në Kosovë, rritë Kosova je, prandaj thash nuk të lë të ikë. Patjetër. Pse këtu në Kosovë është vendosur të bëhet në katedrale, pra në vendi që shkojnë falen të krishterët. Të kuptova. Dhe ti prapë më je përgjigje. Të kuptova. Pra ti po më flet në total për planetin, po s'më je përgjigje pse në Kosovë dhe jo në Tiranë. Ashtu sigurisht në Belgjikë dhe në Rom, se ke edhe dy raste tjera brenda kësaj jave. Në rregull pra. Janë kishë të treja. Janë kishë të treja pra. Atëherë pse në Kosovë, në Belgjikë dhe në Rom, me që kemi këto 3 raste, që du t'jenë tani, rastet fundit apo të fresta. Patjetër. Pse është bërë atje? Pse mos zgjidhet një vend neutral? Mesazhi sepse po të ishte kjo që thua ti, kundër ekstremit majtë të djathtë, kundër Jo, tash vetëm njëra nga. Po pra, më thuaj konkretisht më pa. Ç'është kjo tut relacion confondu thon francezë pra? Të gjitha marrëdhëniet e ngatarruara. Pse duhet ngatruar marrëdhëniet, duhet habiten njerëzit dhe ata të cilët nuk janë besimtar, por gjithsesi kanë një sy nga qielli. Nuk e sa më kuptova. Okej, të kuptova. Gjesti është I njëjtë, mesazhi është I ndryshëm. Domthonë gjesti është I njëjtë edhe në Shtëpinë e Bardhë, edhe tek iftari që bëri Rama, edhe tek këto. Domthonë tregon hapësirat e bashkëtesës dhe tolerancës që kanë religionet njëra me tjetrën. Por iftari që bëri Trumpi në Shtëpinë e Bardhë është tjetër sepse solli mesazhe politike që. Okej. Ky që ndodhi, do vi tani. Ky që ndodhi në Kosovë është I veçantë. Për shembull, në Shqipëri ne kemi shumë më tepër tolerancë dhe harmoni dhe nuk e kemi bërë në këtë formë. Apo jo? Po. Tani unë do të them diçka çani. Për sa i përket Kosovës. Për këtë jam te Kosova. Pse ma zgjat kaq shumë? Kosova ka pasur, po sepse është çështje që duhet trajtuar. Urdhon Ledio. Jam kurioz për diçka në fakt. Po Ledia. Që të çelet iftari, pra gjithë besimtarët musliman duhet të dëgjojnë ezanin. Pra thirrjen për të çelur iftari. Jam kurioz në këtë rast, ku është thirrur ezani pra? Të them të drejtën, Ledio, nuk e di për rastin fjalë, po e di për rastin e Belgjikës dhe rastin e Italisë që është thirr ezani brenda. Megjithatë nuk është kusht ajo, kusht është koha. Sepse njerëzit, siç e thash, e hajnë në shtëpinë e tyre dhe nuk ka ezani thritet vetëm xhami. Gjithë shohin televizorin fakt. Po le ta shohin televizionin, ajo është me kohë, është e përcaktuar, ka një kalendar Ledio. Megjithatë, edhe kjo është shumë e rëndësishme për hir vërtetës, e para duhet përcaktojmë diçka çani. Pse nuk hahet iftari në xhami? A mund ta dimë zotri? Jo, më jo prishet në xhami, nuk është kusht. Po pse nuk prishet në kishë? Edhe një herë nuk është kusht po them, nuk është kusht ta hash në xhami, ta hash në rrugë, mund ta hash kudo më çani. Edhe këtu ku jemi bashkë. Pse kanë zgjedhur katedralen më gjithë? Sepse është mesazhi që do të jepet në Kosovë apo them. Është mesazh I veçantë. Jam leo ta mbërë pak.
Kosova që nga dita që është bërë shtet ka patur probleme ndërreligjioze, edhe ndërmjet shqiptarëve. Edhe tani që po flasi. Është një vend që bashkë me Shqipërinë, bashkë me Maqedoninë, gjatë kohës pranverës arabe prodhoi ekstremizëm religjios, prodhoi terrorizëm religjios, ka patur zëra, ka pasur polemika shumë të nxehta edhe në Kosovë, për çështja nëse kujtohet kur u ndërtua katedralja katolike në Kosovë, ka patur kundërshti religjioze nga pjesa tjetër, nëse të kujtohet. Ka patur zëra, nuk është aty problemi. Dhe në shtetin e ri të Kosovës ka nevojë që disa elementë të rëndësishëm, siç është mirëkuptimi shpirtëror, të sfidohen, të tejkalohen tabut. Dhe ky është një nga ato raste, këto po japin përgjigje gjithë atyre zërave problematik që kanë qenë përpara. Është bërë shumë rrëmuj në Kosovë tani kur u ndërtu katedralja. Kemi më te feja, vlla. Atëherë kjo është politik. Të thash pra, ka dimensionin religjioz dhe dimensionin politik. Jo. Ta thash që në fillim herë. Nuk ka dhe këtë dhe atë, vlla. Janë të dyja brenda. Kjo është vetëm politike. Leo ta mbaroj. E di shumë një mesazh. Më thot Çani, nuk e kuptoj pse Gjinishi nuk po përgjigjet direkt, thot. Unë si musliman, pavarësisht se janë tolerant ndaj feve të tjera, thot, nuk do doja që të krishterët të festonin Pashkt apo Krishtlindjet në xhami. A mund t'ja përgjigje? Ja, pra shikoj që njerëzve janë shumë mesazhe si këto. A mund t'ja përgjigje? Po s'po e pra. Po do ma bëj pyetjen dhe mleo. Nuk justifikohet kjo pra. Më leo ta një mesazh tolerant, ai të ham në kish. A t'japin përgjigje zotris? Jepi. Sa pëlqen ku bëj debat në vitin për gjëra kutie. Në vitin 620. Në vitin 620 të erës sonë, 1400 vjet përpara, një delegacion i krishterë nga Etiopia viziton Medinën, vendin ku qëndron dhe profeti Muhammed. Dhe do kryenin, erdhi koha që të kryenin lutjet. E di ku i bën lutjet? Brenda xhamisë profetit. Brenda xhamisë profetit. Një sekond, po i bën atje, di pse? Brenda xhamisë, nuk ka lidhje di pse. Brenda xhamisë, pra se po bënte pyetje zotria. Po i përgjigjem zotris. 2. Po tregoj të dytën. Mesazhet që jipen janë këto Çani. Bashkëtesa, armonia, tolerancë. Tani përgjigje prapë. Unë sot do të qepem këmbë këmbës. Këmbë. Kjo është shembull që më veti nga Medina, vlla. E di se nga pjesa muslimane pra. Sepse atë i dhash përgjigje zotris. I dhash përgjigje zotris. Po nuk ja vepra. Ja dhash përgjigje. Po është e pjesshme pra. I dhash përgjigje. Do më dëgjosh mua tani? Më dëgjoj, a do bëjmë bisedë lutem. Patjetër. Mos e buk shumë me tirada të gjata. Bisedë thjesht, si në kafe. Po. Zotri, në Medinë nuk kishte kish në atë kohë. Normalisht që ata ishte detyruar ta bënin në xhami. Jo, pse? Mund ta bënin dhe jashtë të rritin. Në rregull prapë. Nuk është e thënë. Po pra, po në një vend ku ka dhe kish dhe xhami, pse duhet zgjedhësh kishën për iftar? Tani më dëgjoj pra. Është mesazhi që do jepet që thash ka brenda edhe dimensionin politik dhe dimensionin religjios. Po ky është historia, nëse ke ndonjë përgjigje më ndryshe ma thuaj. Tani sjellë dy raste të tjera. Unë kërkoj ndihmë tani nga publiku. Po. 068 20868. A jeni të bindur nga përgjigjja e Gjinishit apo jo? Shkruani mesazh në WhatsApp 068 20 02 868. Tani, më fali, po. Në shekullin e 7, po të sjell rastin e kundërt. Kalifi i dytë musliman Omeri viziton Jeruzalemin, mbas Jeruzalemi ikën forcat e krishterë, ose perandëria e perëndimit. Dhe dalin priftrit në kishën e Varrit, në kishën e shenjtë. Priftrit e Jeruzalemit? Priftrit që ishin atë kohë. U cilët pra, ku në sinagogë? Brenda pra po them, brenda. Po çaj ishin pra hebrejt apo të krishterët? Krishterët. Po flasim gjithmonë për krishterët, po flasim kishë. Po. Dhe kur erdhi koha e faljes, i kërkuan kalifit që ta kryente ritin brenda në kishë. Ai refuzoi. E di pse Çani? Dhe kjo është shumë interesante. Domthonë, toleranca ka kufit e vet sepse ka mesazhin, nuk ka si qëllim ta xhbëj realitetin e tjetrit. Dhe ai tha kështu, nuk do ta bëj brenda, sepse druhem, mos ndoshta njerëzit e mi muslimanët e krijojnë rrugë. Dhe mund ta xhbëjnë atë kishë nesër, sepse ai ishte nga vendet më të shenjta. Të sjell dhe rastin e tretë që t'jap 1300 vjet më përpara në Bazilikën e Varrit, që është vendi më i shenjtë i krishterë në të gjithë botën. Që në atë kohë, Bazilika e Varrit shenjtë të Krishtit. Në Jeruzalem është edhe kjo, që nga 1300 vjet përpara, çelësat e kishës që në shekullin e 7, domethënë, mos gaboj, i mba një familje muslimane që quhet Nusejba, brez pas brezi. Brez pas brezi. Imagjinoni, ato shkojnë e hapin dhe shkojnë në mbyllin. 1300 vjet. Ata janë rojtar. Po ideja është kjo. Për çfarë duhet i majnë çelësat e kishës një familje muslimane? Domethënë feja ka hapësira të tolerancës dhe harmonisë dhe gjen gjithmonë mënyrën se si ta çojë mesazhin përtej vetes së saj. Kjo është ideja. Të sjell, nëse më lejon dhe të fundit dhe nuk e unë po flasim shumë. Pse bën kaq shumë herezi për rastin ton ose për Europën? Po, në rastin e Europës mund të shkosh edhe deri në nivelet e herezisë. Çfarë po ndodh me këtë Europë? Sepse mungojnë këto raste në Europë, Çani. Sa po kanë filluar. E di pse. Po pra, më the vetëm 3 raste pra. Jo, po tregoj. Ti shky Kosovës. Po tregoj pse. Ka ndodhur. Pra Bruksel, Rom, Prishtinë.
Po ka ndodhur edhe vjet dhe par vjet ka ndodhur, në Itali ka ndodhur më shumë nga të gjitha rastet. Interesant shumë, qendrën e katolicizmit botror në Itali ka ndodhur më shumë nga këto raste. Tani po tregoj pse. Dhe pse nuk ka ndodhur para 50 vjetësh, para 100 vjetësh, po them. Nuk ka ndodhur kurrë në Europë, në raste të tilla. Sepse Koncili i dytë i Vatikanit, i cili filloi në vitin 1964 dhe vazhdoi deri poshtë 67-ën e tjerë, hapi portën e dialogut ndërfetar brenda llojit, krishterët brenda vetes, me pjesën ortodokse dhe pjesën protestante, dhe nënshkroi në vitin 1965 dokumenti më të rëndësishëm të marrëdhënies që po krijonte Kisha e Romës katolike me botën muslimane. Dokumenti quhet Nostra Aetate, në epokën në cilën e jetojmë, në kohën tonë. Dhe çfarë thonte dokumenti? Përderisa muslimanët e njerëz monoteistë, abrahamit, besojnë në profecinë e Krishtit, po jo që Krishti është Zot, besojnë dhe respektojnë Marien e tjerë, nënën e Krishtit, hapet ky debati dhe dialogu. Prandaj kjo ishte Koncili i dytë i Vatikanit, është ai që legjitimoi. Me pak fjalë, unë po mundohem të them çani që në gjithë botën, ky lloj komunikimi është komunikim historik dhe teologjik, ndërsa në Perëndim, është ngjarje historike, është ngjarje. Para koncilit këto nuk mund të ndodhin. Para 1964 nuk mund ndodhin. Pse? Sepse Europa ka një histori religjioze shumë të egër brenda llojit, kanë bërë luftra. Sigurisht. Shumë, po brenda llojit ama, kupton? Dhe kjo është historia që e thyu perden. Tani, a është apo s'është herezi? Nuk është herezi, e para një herë që ky nuk është rit. Agjërimi nuk është haram. Po që herezi, e ke marrë nga të dy anë, herezi haram, ke marrë term ekuivalent, po thuajse. Jo, po janë njësot, kam me qëllim. E para nuk është rit, e dyta, edhe në qoftë se do ishte rit, pa tjetër që është bërë me leje, nuk është bërë me dhunse. Këtu qëndrojnë gjithë historia. Po të kështeret kam bërë... Të solla rastin e profetit. Dhe kjo e legjitimit. Rastin e profetit në vitin, më falë, shekullin e 6. Po nuk ka rëndësi, dhe më thonë, aje është shembulli i gjithë shkaje, dhe më thonë. Nuk mund dali... Sa po kishte në atë kohë ishte lindja e islamit. Po, akoma si shë formu. Pra, mund të konsiderohet si gjë normale. Po e bëri personi më rëndësishëm. Dhe i vuvullën, dhe më thënë. Nuk bëhet... Që nga jo ko. Asnjë besim... Kjo është e keqja çani. Më lë ta them. Ti ndonjë rast që të krishterët për eventet e tyre në xhami? Ka sa dush ekstremist, ja po i përgjigjem në mënyrë tjetër pyetjes tënde. Ka sa dush ekstremist që ndoshta edhe sot mund ta quajnë haram ose herezia tu. Po prandaj kanë bërë. Por shembull dhe bërë mirë, dhe më thënë. Por shembulli dhe referenca e çdo religioni është teksti dhe profeti. Në qoftë se do të shkosh korrekt me religionin, do rish brenda këtyre dy burimeve. Në qoftë se do kërkosh pastaj të dalësh jashtë këtyre burimeve në një farë mënyre, ti po kundërshton bazat e religionit tënd. Me idenë që po urren tjetrin, po diferencohesh nga tjetri, po tregon se tjetri është ndryshe nga ty, jo në atë formë. Me atë debatin që i hapur gjinish apo jo? Pavarësisht se ti je mjeshtër sepse je teolog, je profesionist dhe mundohet të përgjigjesh shumë sakt, fakti që kemi vetëm 3 vende, Romën, Brukselin dhe Prishtinën, që kemi një rast të tillë gjinish, unë po them që pyetja mbetet apo jo. Po të ishte generalizuar, të ishte bërë gjithandej në çdo vend të Europës, përfshi dhe Shqipërinë, këtë katundin këtu, mbasi kjo pyetje do kishte vlerë. Në qoftë se do bëja një kritik, je dakord me mua të paktën? Jam pjesërisht dakord me ty në kuptimin asaj që unë shpjegova. Pika e dobët e këtij riti në kitë. Sepse nuk më the pikat. Domthonë ideja është kjo, në qoftë se do ishte kaq interesante pse nuk bëhet në gjithë kishat e botës. Kjo është pyetja. Po kjo është pyetja. Të thash që është mesazhi që çohet mesazh në ato vende që kanë nevojë për ta bërë atë mesazh. Por feja nuk e kufizon. Domethënë janë të lirë dhe nuk është as herezi dhe as ajo çka ke shkruar aty haram, domethënë. Kjo është shumë e rëndësishme. Haram është Po pra, janë ekuivalente termat. Pyetja është e thjeshtë, pse myslimanët futen në kish dhe kaurët nuk futen në xhami, thotë. S'ka bër e s'do bëj kur vaki që kaurit futen në xhami. Ja të pyetje profesorit. Ja dhan përgjigjen me vitin 620. Po lexoj mesazhin e vitit 06. Të gjithë ato që mendojnë që të krishterët nuk futen në xhami gënjejnë, edhe në Shqipëri ka raste pafund. Un kam parë vet nga këto mormonët, nga këto misionarë që vinë jashtë kanë kërkuar të futen ditën e lutjeve kryesore të premte. Po nuk ka rëndësi domethënë, ne nuk hyn mormonët. Nuk hyn çantat, me këmishtë e bardha me ato çantat janë pa para. Njerëzit e paqes. E di, ashtu është. Po nuk ka rëndësi domethënë, çështja është që ndodh. Më thot dikush tjetër gjinish, por nuk ka nevojë të japë përgjigje. Zoti Çani, përgjigje që jep zotëria profesor thotë është më së saktë, sepse aty në kish duhen dhënë mesazhe për popullin. Pse je kaq kurioz dhe mosbesues më shumë tendencioz ndaj muslimanëve? Na duhet sot toleranca fetare më shumë. Nuk jam fare. Jo, kjo ekziston, shqetësimi ekziston. Unë thjesht ngre pyetje sepse zotëria është teolog. Çani, unë besoj që mora në konsiderat shqetësimin tënd dhe thash akoma ka zëra. Jo, unë e pa disa media që ishin habitur prandaj. Unë po them ka akoma zëra që e quajnë të ndaluar këtë pjesë më. Po si ka mundësi të sonte Edi Rama shtroi iftar, aty 90% ishin të pafethot.
Prit, të pa fe, biznesmen, ministra, njerëz pasur, njerëz që ju kanë pirë gjakun këtij populli, çfarë perle. Momenti kur Hoxha thot, thiri ezanin, zoja Manesirliu hapte dhëmbët. Çfarë perle, çfarë perle. Është bërë marrëdhënia me fen biznes, më thot dikush tjetër. Gjinish, je dakord me këtë? Po jo. Tani çështja është kështu, Çani. Po, to janë raste që politika kërkon të çojë mesazhet e saj dhe në disa raste në mënyrë të gabuar, Çani. Dhe këtu e kam më shumë tek këto lloj iftaresh, këto lloj ritualesh të reja, të gjendura tashmë rishtazi në kohën e globalizmit, ku njerëzit në kontekstin e lirisë harrojnë që edhe liria ka kufit e vet. Nuk është e gabuar ajo që bëri Rama, po di ku gaboi, mënyrën se si bëhet. Sepse ne po flasim për një botë religjioze që ka kanonet e veta. Ti, okej, do t'i japësh vlerësimin, do t'i bësh vlerësimin e saj, por mënyrën si e bën mund ta teprosh, ja po ta sjell teprimin. Unë ndogja live kryeministri. Për shembull, ai mbajti një fjalim 24 minuta ndërkohë që njerëzit dëgjonin atë duhet fillonin të hanin. Dhe nuk hanin. Po do dëgjonin atë. Në momentin që mbaroi, pastaj filloi një zhurmë lugësh dhe pirun që duket që po bëhesh në një luftë me shpata. E para kjo. Domthon, ai është iftar simbolik, jo domosdoshmërisht janë njerëzit që agjërojnë, ëh, të duhet që iftari nuk kupton njerëzit që agjërojnë ose të ftuar. Për shembull, në Holland ka patur, në Spanjë ka patur këtë vit dhe ishte si tradit, në Suedi ishte si tradit që shkonin në rrugë, domthon shtroheshin në rrugë dhe vinin gjithë krishterët, ateist, jo ateist, të tjerë. Në Amsterdam, edhe shkonin bashkë, dikush është mesazhi, Çani. Ky jeta jonë individuale sikur na ka ndarë nga njëri tjetri. Dhe sa më shumë të ndahemi dhe të qëndrojmë larg njëri tjetrit, aq më shumë do ta paragjykojmë njëri tjetrin. Dhe këto janë raste kur njerëzit qëndrojnë pranë dhe ta njohin njëri tjetrin, mos e paragjykojnë. Tani, një nga kritikat që thash për Ramsesin ishte kjo që i mbajti gjysore që nuk shkon ajo pjesë. E dyta, dhe do ta mbyll se po duhesh mund bësh sa duhesh kritika. E dyta, përtej simbolikës që kërkonte Ramsi. Ai foli për vlerat e mëdha të muslimanëve, për tolerancën e tjerë. Po Zoti Rama harroi ta përmendë, duhet ta përmendë aty që është njeriu i cili ka përcaktuar muslimanëve shqiptar se kush është Islami liberal. Shteti Bektashi. Po, i ka thënë për Bektashin, po. Po me këtu ndodh përplasja, domethënë. Në momentin që ti çan këto, prish bashkëtesën fetare, i ndan komunitetet fetare, fillon dhe bën këtë shfaqje tjetër. Kjo është hipokrizi, Çani. Dhe politika, në vend që ta respektojë religionin brenda kufitëve të saj politik, domethënë pa i prishur ato linjat e laicizmit, në momentin që tenton të futet diçka më shumë, ta dish që në të gjitha rastet bën kupet tjetër. Tani, fabull bënon këtu sonte, po nëse do ke interes mund ta vazhdojmë prapa, apo jo Gjinish? Po kur duash. Se vazhdon ky debat. Kur duash. Po më lejo tani pa komente të lexoj sa mesazhe njerëzve sepse po shkruajnë pafund te 068 20 02 868, vetëm mos ndërprej Gjinish, të lutem, se nuk dua të marrim më shumë kohë se kemi edhe gjëra të tjera për të folur. Më thot dikush, më thot tani, shive mesazhin. Orian, ti je një gazetar manjak, ekstremist turk më quajnë mua tani. Prit, kjo është perlu. Tani jam grek apo turk? Kjo është herezia e publikut tonë. Kjo është herezia e publikut. Ojano, më quan ekstremist turk. O plak, perl, ja këtë dua, Që do të thotë ti je personazh i interesant, sa ndonjëherë del grek, ndonjëherë del turk, ndonjëherë del frankofon. Ose ti je globalist, nuk dihet se çfarë je. Ekstremist turk thot. Unë se kam kuptuar për shembull. Ja po ta ndërpres. Unë se kam kuptuar domethënë ekstremist ku jeti domethënë, je ke grekët, te turkët, te frankofonët, nuk e di, se kam gjetë. Nuk ta them dot Gjinish, është sekret. Turp për ty thot, gazetari Sali Kërnajës. Më thon për Berishën pra. Populli shqiptar ka një fe dhe kjo është shqiptaria dhe flamuri Skënderbeut. Kjo s'ka lidhje. Pritani. Ktu e prishën. Po s'bë koment se nuk ja dalim dot, më le ti lexoj këto. Lexoj tana o legend thot, ke Inat Ramën se është katolik. Ja marrësh tanat liga ato manjak. Pra mua më më quan turk dhe mendoj që unë kam Inat Ramën se është katolik. Dhe unë përgjigjem Ndërkohë që ti je krishter. Prit, dhe unë përgjigjem dëgjon më. Dhe ky thot bravo, tani u tregoj burr. Çfarë perlash, ja këta janë njerëzit të shanjë plak. Këta dashurojnë, unë prandaj dua shumë ta dëgjoj tani tjetra. Dëgjoj, Zoti thot mashkull s'mund të jetë në drejtësinë hyjnore, femra nuk lihet pas dore, mira vjet toksore kanë kriju, kanë trajtuar femrën si shërptore. Po kjo ç'është? Ua më ka shuar një kështu ky më va. Më duket se ka marrë nga Kurani diçka ky më duket. Po është pafund. Arben Macori thot. Jo, këtu nuk e lexoj dot plak se ishte i çarçaf i gjatë. E kanë lënë mirë, e kanë larë mirë prapanicën për Bajram politikanët tanë. Tani Bajrami është nesër,
Është hënën Berami. Të hënë e kaluar është e Novruzi. Jo, pas nesër është Bajram. Pra, të hënë e kaluar është e Novruzi. Të hënë që kaloj. E Babamondit. Bukur. Thomami që më dërgoj një mesazh për fshiu, nuk kuptohet pse, do jetë për pishman. E ka marrë përgjigjen ndoshta nga biseda që kemi bërë. Të kuptoj plak, këtë drejt, nuk jemi në vite 200, ka vende ngrënje sa të duar, si janë vende dhe kultit vende ngrënje, po vendje preje, për fen për kace, thot njeri. Të lutem lexoje, ky fakt tregon që të krishterët nuk e duan më aq shumë fen e tyre. Kjo nuk do ndodhte në xhami, thot. Ja, s'do thot. Pyet pak Gjinishin, lehet se Gjinish nuk flet më, i tha gjërat e veta. Pyet pak Gjinishin për faktin se në kish adhurohet edhe Krishti, jo vetëm Zoti. Prandaj është haram, e ndaluar iftari në kish, thot. Të lutem lexoje, lexova. Po, nuk pushon telefonin ndërkohë. Dua t'ju kujtoj që le të do nxjerrni tani atje, që ky emision është dhe live stream në YouTube, te faqja ime Zonë e Lirë Official që mund të gjeni emisionin gjatë gjithë kohës 24/7. Do të rregoj tani atje, ja shikoni. Shihni sa e bukur është. Të gjithë ju skeni ekran, ose që doni ta lidhni YouTube-in me ekranin. Pastaj thot, përshëndetje, në fillimin e myslimanizmit në Etiopinë e sotme mbreti Aksumit i shpëton profetit Muhamet dhe ndjekësve të tij, thot jetën. Aksumi ishte mbretëria krishterë. Në Shqipëri dhe deri në linjën e mesme rastet e bashkëtimit fetar, bashkëtesë fetare janë normale, thot, deri te martesat, bezdhënia e tjerë. Në krishtëri mësohet që fjala dhe toleranca janë shtyllat e vlerave sepse tregohet që mësimet e Zotit po vijnë në punë me gjithë mend, thot. Po ju tek Zonë e Lirë, kur do të shtroni ndonjë iftar? Për e vërtet, ne nuk mund të shtroni ndonjë iftar këtu, nuk lejohet. Brenda, po pse? Jo gjatë emisionit. Po pse? Ne fillojmë emisionin pas iftarit, nuk kemi shans, sepse ne fillojmë nuk shtyhet dot, sepse do bëhemi si Rama pastaj që të marrim fjalime kot, nuk lejohet. Jo, po unë them të hanë përpara njëherë pastaj të bëhet. Ashtu bëjmë ne. Ne ashtu e bëjmë gjithmonë. Po s'kemi ngrënë asnjëherë këtu pra. Ne kemi ngrënë para se të vijmë. Homologu i iftarit te krishterët, cili është? Kanë Pashkët, kanë agjërimin e Pashkët, 40 ditë, 40 ditë. Kreshma, kreshma. Unë them iftarit, dita që hanë më burr që mblidhen, që hanë, siç shtu pra tani që u bë sot. Po. Janë kreshma të, janë ditët. Pra po, ti po flet për javën e Pashkëve. Unë po them në fund fare çfarë bën ata pra ditën e fundit. Pra çka korrespondon me iftarit? Nuk po them me Ramazanin. Edhe një herë, se kuptoj, te bota, te pjesa e krishterë thotë, janë Pashkët, më është festa pastaj, mbasi mbarojnë ato. Po në fund të Pashkët, pra çfarë bëjnë në fund të Pashkëve ata pra? Se këta bëjnë iftarin. Të këta të Ramadanit pra, myslimanët. Po të krishterët çfarë bëjnë? Pasi gjë më mbaron argjërimi, pastaj vazhdojnë të gjithë. A ka ndonjë traditë që shtrojnë ata një gjë që nuk quhet iftar? Të janë duke të pyetur Morgjinish. Jo më burr, bëjnë edhe një herë. Edhe një herë. Morgjinish, Ramadani banon me iftar apo jo? Po. Po Pashkët me çfarë banojnë? Edhe ato ushqehen vlla, mbajnë agjërim gjithë. Si e quajnë? Jo, gjithë quhet siç quajmë ne muajin e Ramazanit, ato quhen. Po jo, mos ju keni emrin iftar. Quhen kreshmë. Morgjinish. Ja prap. Po kreshma është e gjitha pra. Po pra, ashtu quhet, nuk ka. Pse s'kan të krishterët një fjalë siç kanë myslimanët iftar, nuk di ta. Ti vendosin fundin Ramadanit. Nuk di ta them këtë. Nuk ka. Apo kaq më thuaj? Nuk di. Ore Gjinish, se shaketi nuk jam mirë, nuk po më ndjek. Jam shumë mirë, më jam. Ti aq i lezetshëm kur u vdes me bisedën me ty, më vdes të ngacmoj. Po sot nuk po më ndjek vëlla. Më ngacmo sa duash. Tani shkosh thot, kreshma është thot. Pritani se unë jam ignorant total në këtë pjesë e fet, një sekond. Kompliment Gjinishit, është brillant në shpjegim të qie, po patjetër se kote marr Gjinishin këtu një herë në javë. Se është brillant, prandaj e marr. Është brillant shpjegim të qie, thot, fat që e kanë emision. Bravo. Ti je i zgjuar. Ti do ta vrasësh. Bravo. Me drekën e Pashkëve thot. Është dreka e Pashkëve, por nuk ka një fjalë, nuk ka një emër. Po pra, do thash, ose di, nuk e di për në. Unë jam shumë skrupuloz te këto. Jo, bëre gol se unë se kisha dëgjuar ndonjëherë, po jaku na tregoj se është e vërtetë që s'ka. Nuk ka term. Iftari hahet çdo ditë më thon më burr. Që ka vetë iftar bëj çdo ditë. Po 30 ditë pra është agjërim. Do pasi ishte në fund. Jo, 30 ditë është agjërim. Po lere pastaj që kemi keq kuptuar, lere. Arian ule pak zërin po mamaja, prit. Tani mamaja ndorhyn ndërkohë, një sekond. Unë po bëhem 60 vjeç dhe mamaja që ndorhyn një sekond, çfarë më thot Gjinish mamaja po. Arian ule pak zërin. Çfarë perë. Domethënë duhet ulun zërin ndërkohë që mamaja mund të marrë pultin të uli zërin e televizorit. Është dhe kjo, që nuk e shkon në mendje. Tjetra, Gjinishi është mirë, thotë mamaja, të lutem ule zërin. Dakor, ma ti e di që e vetmja që s'kund të shtoj dot. Iku, janë një qef papar sot, dhe ja u them arsyen sepse në fund të emisionit prit. Tjetra, ponja, po plak se nuk ka paralel. Po ja fut kot o plak se nuk ka paralel. Po e ka bërë profeti quhet synet, thotë. Traditë profetike. Dakor.
është pa fund kjo histori. Ua, mu qatë celulari, Gjinish. Po së është temë problematike kjo, Si ka mundësi, pa atëre ti lëmë të tjera, të vazhdojmë flasim për këtë? Apo s'kemi që a themi? Jo, më flasim çfarë duhesh ti. Shiko, atë të sjellë mënyrë. Jo, do bëjmë një pauzë. Ai do bëjmë një pauzë, është momenti. Bëjmë një pauzë. E kanë mirë pra, e kanë mbuluar kazanat e perrave Tiranën, duke sigurie në Kairo, pislik, tym, bloz, era nevojtore, era kën për Bayram Dovi. Erdogani e fshin me gisht akoma, thot. Më respekt për mbretin, për autokratin. Bëjmë një pauzë vogël dhe ka rrezik, ta mendojmë tani me Gjinishin, a ja vlen të rim te kjo fabull, sepse e shoh që jeni shumë të interesuar, s'kishte bërë ndonjëherë vallkin në fakt, çudi e madhe ai. Çudi e madhe se si njerëzit interesohen për gjëra të cilat nuk i shohin, nuk i prekin, pra duan mister njerëzit Gjinish, çudi e madhe. Ose i mbyti bota materiale çani për ne, kanë nevojë për dimension religjios. Ose sepse nuk lexojnë shumë. Po ky është problemi më i madh. Ah, bravo. Çon si ka, isha unë shpejt. I ftanë kish Prishtinës herezia Ram. Vetëm 4 minuta kohë kemi Gjinish për këtë dhe pastaj do merremi me një fabull tjetër. Si ka mundësi se merri mesazh tani në fakt nuk se janë specialistë këtyre gjërave, prandaj dhe kam nevojë për njerëz të mençur si ty dhe profesionistë që të na shpjegojnë. Si ka mundësi që për shembull kjo që ne diskutuam deri tani, dhe që njerëzit janë shumë të interesuar, po marrin në telefon bile, shitet. Ndërkohë që unë jam live në emision, ky tipi i bie zilës. Ka dhe njerëz që mendojnë që mund t'ja u hap. Ose mendojnë që jemi live. Ose mendojnë që jemi live. Jemi live se jap dhe orën fiks. Ora është 21:40 minuta. Është e premte sot. Dakor? Gjinish, të lutem thuaj pak, si ka mundësi që në Turqi kjo gjë nuk ndodh? Që më fal, të shkojnë për shembull myslimanët, besimtarët myslimanë ose jo besimtarë, të shkojnë dhe të bëjnë iftar në një vend kulti të krishterë, në një kishë. Se aty ka kisha apo jo? Si ka mundësi? Ma ja do të një përgjigje? Hop, të kapa më duket një gjë. Një pikë dobët, jo të ndër, të fenomenit. Jo, ajo që thonë ju është e vërtet. Është e vërtet? Është e vërtet. Po pse? Dhe unë do doja shumë çani që presidenti Erdogan ta bënte një gjë të tillë, aq më shumë kur është në qendër të kritikave si një islamolog, si një njeri islamist, si një njeri i islamit politik, është mirë që t'japi mesazhe të tilla. Kjo është ajo që do doje ti, po unë dua të një arsyen shkencore pse në Turqi nuk bëhet. Nuk ka asnjë arsye, nuk ka asnjë pengesë religioze tash, fare, nuk ekziston fare, asnjë lloj pengese. Kjo varet në mënyrën se si qaset leadershipi politik trajtimit problemeve religioze brenda territorit të tij dhe në qoftë se si ka shkuar mendja, uroj që të shohin zonën e lirë dhe ta bëjë një gjë të tillë se do i bëjë mirë vetë presidentit Erdogan një sjellje e tillë, absolutisht po. Po mos është ata nuk kanë probleme të krishterët aty? Nuk është historia, s'kan pse ne që bëjmë në Shqipëri që bëjmë iftaret përbashkëta ku marrin pjesë gjithë klerikët e të gjitha besimeve, domethënë Shqipëri ke parë. Jo, tani po flasim për vendi ku bëhet, o Gjinisht, nuk po flasim për tolerancë, dhe kjo është një fjalë që mua më shpif fakt them. Se nuk ekziston, ti di se ekziston, ajo është kot është falso, po flas për vendin, ne për të po flasim. Po pra. Si vend duhet ndodhe sepse për hir të vërtetës, pavarësisht paragjykimeve, pavarësisht gjykimeve që ne kemi për periudhën osmane, në kohën e Osmanlive ndodhin të tilla gjëra që krishterët dhe muslimanët merrin pjesë në festat e tyre ndërfetare dhe unë nuk i shoh për hir të vërtetës. Për shembull, unë nuk shoh personalitete politike në Turqi që të bëjnë vizita dhe të japin peshën që meriton kremtimit pashkëve për shembull, festës pashkëve. Duke qenë që janë minorancë atje të krishterët, se kjo është kur flasim për tolerancë, toleranca është mënyra se si komportohet mazhoranca ndaj minorancës. Nuk është atributi i pakicës, është atributi shumicës që tregon vlerë në vetvete. I fuqishmi, i madhi, është ai që të toleron, jo i vogli dhe i dobët. Sigurisht. Dhe do doja dhe këtu ta mbyllëm, s'do marr më shumë kohë, do doja që Turqia ta kuptonte dhe tipte një mesazh tillë sepse kanë peshë, sidomos edhe për peshën që ka Turqia në rajon. Vetë Erdogani do t'i bënte mirë. Jemi brenda fesë Gjinish dhe sonte jemi më shumë si teolog këtu te unë. Shikohet tani le të plasin në ekran një tjetër fabull, nuk e di pse na iku. Po eri prap, plasë e ledjo, jemi brenda fes, por le të shkojmë pak të kisha ortodokse. Plasë e ledjo fabulë.